Konispoli po kthehet çdo vite më shumë në një nga destinacionet e preferuara për turistët e huaj që vizitojnë jugun e Shqipërisë. Klima mesdhetare, mikpritja, natyra dhe prodhimet bujqësore e bëjnë këtë zonë të veçantë dhe gjithnjë më të vizitueshme, sidomos në sezonin e verës. Një çift nga Gjermania, Miriam dhe Marko Bulenc, ka zgjedhur të ndalen këto ditë në Konispol për të eksploruar nga afër zonën e njohur si oazi e agrumeve. Well, it's a very lovely area. Konispoli është ndoshta një nga vendet më të qeta që kemi vizituar ndonjëherë. Ndihemi sikur koha ndalon, agrumet, ajri i pastër dhe pamjet që na rrethojnë të japin ndjesinë se je në një botë tjetër. Për ne ishte një zbulim i rrallë, një thesar i fshehur. It's a beautiful country. Kur vendosëm të vinim në jug të Shqipërisë, nuk kishim dëgjuar për Konispolin, por që nga momenti që mbërritëm, gjithçka na befasoi. Mikpritja e banorëve, natyra e gjelbër, shijet e freskëta të agrumeve, ndihesh i mirëpritur, i sigurt dhe plot energji. Ta apasionuar pas udhëtimeve dhe natyrës, ata janë shprehur të mahnitur nga peizazhet, qetësia dhe produktet bio që ofron kjo zonë. We'll try, definitely. Ajo që na pëlqeu më shumë ishte natyraliteti. Njerëzit janë të vërtetë, prodhimet janë të freskëta, jeta rrihet ngadalë dhe e qetë. Kjo zonë të mëson si të ngadalësosh ritmin dhe të shijosh gjërat e thjeshta. Yeah. Do ta rekomandojmë Konispolin të gjithë miqtë tanë. Për ne, kjo është fytyra më autentike e Shqipërisë, larg zhurmës, e lidhur me tokën dhe traditën. Çifti vizitoi plantacionet me agrume, fabrikat e vajit dhe bisedoi me fermierët e zonës, duke përjetuar nga afër një përvojë autentike të jetës rurale në jug të Shqipërisë. Për ta, Konispoli ishte një nga ndalesat më të veçanta të udhëtimit të tyre, ndërsa për zonën, vizita e tyre është një tjetër dëshmi se turizmi rural po një rritje të qëndrueshme.